Të filloj. Faleminderit. Përshëndetje gjithë juve që jeni këtu. Unë do flas vetëm në emrin tuaj dhe të asnjërit nga ato që janë atje. Arsyeja pse? Të ndoqa me vëmendje, të kapa dy momentet kryesore. Populli tha e po zhvendoset nga zonat rurale dhe po shkojnë në qytet. Dhe unë të thojë më tej, ka dalë jashtë shtetit fare. Arsyeja pse? Është frut i reformave të juja. Kjo lëvizje. Po çdo të thotë kjo katastrofë është fatkeqësi kombëtare. Të shkatërrosh trupin tënd nëse e konsideroj gjithë Shqipërinë një trup të vetëm. Dhe ta përqendroj shëndetin thjesht se funksionon një organ në trupin e saj, kjo është vdekje për zgjallit. Që të ketë jetesë në një dhe, në një vend caktuar, më duhen dy kolona. Më duhet materiali tok dhe materiali njerëzor. Fatkeqësisht materiali njerëzor nga ky dhe është me reformat e juaj është detyru, nuk them se keni dëbu me forcë, por i keni mohu mundësin për t'jetu i lirë në këtë vend dhe o detyru t'ik. Shkurt e thjesht do të përmbledh në lidhje me reformën me atë që kërkohet. Nëse tentojnë tek ajo që tha e ti, bashkia është forcu, mu më ngjan sikur t'u bëj ftesë gjithë këtyne, hajni këtu në sallë dhe t'u ushqeheni, ndërkohë që sofra është atje. Dhe ju thuhet zgjatni dorën dhe arrini të mbijetoni. Gjë që është e pamundur. Detyrohen gjithë njerëzit, hapin derën dhe largohen. Reformat e juja po e përqendrojnë gjithë kapacitetet njerëzore po i përqendrojnë në qendër. Ne shemem sistemin pikërisht për të shkatruar centralizmin demokratik, të ndërtojmë një rend demokratik, që do të thotë, pushteti tu shtrohet këtu janë këtë sallë nga populli poshtë dhe jo nga qendra në mënyrë centrike. Ne dhe reformat e juja po më si thush riciklojnë copat e sistemit të para 90-s. Vetëm se mi reklamoni me ca zbukurime për marramense për qytetarin. Pra, që të shihet gjithë kjo sallë, nuk me duhet një tavolin atje. Me duhen sofrat dibrane. Në çdo 10 veta atje të ketë sofrën e vet. Të mbush sofrën e vet, të shihet sofrën e vet. Sepse nëpërmjet sofrës qendrore nuk ushqihet masa ashtu si duhet. Kush të dojë le të qohet më sfidoj për këtë. Unë du shërbimi të kërkoj qytetarin. Dhe jo qytetari të rend pas shërbimit, dhe shërbimi vetëm vjen duke ju largu. Gjithë bota po eksperimenton mbi ne dhe ne po eksperimentojmë mbi veten. Pra besoj se e morët vesh. Unë jam atë që sofrat... E ke kryt 3 minuta 10 sekonda. Dëgjoj. Okej. Tani, bukur, a mundet që të ecim pak në mënyrë më konkrete edhe njerë, do doja të dija, nga reforma të cilën praktikisht e kemi për ta diskutuar në tavolin, por që e keni jetuar gjithë. Mund të më thoni realisht, a ka disa gjëra pozitive dhe disa gjëra që janë sfidë për të bërë? Po. Kush e kishte... A kishte një rend për këtë? Kam përshtypjen, të lutem. Po. Ja, një sekondë, edhe këte ka zonja. Pash disa zonja që ngritën dorën këtu. Okej, ka për një zonjën, pra. Unë mendoj që këtej ka zonja po aq, kështu që ta vendosim një balancë. Dëgjoj. Le ta vendosim me balancë. Atëherë. Dëgjoj se nuk po kërkojmë një zonjë me zorr, po përpiqemi të kuptojmë nëse midis krave të ketë një lloj pariteti. Okej. Me një herë mbas, 3 minuta me një herë mbas.
Zonjë, 3 minutat tuaja, vetëm ju lutem prezantoni me emër, mbi emër edhe pak a pozicionin, po aq për mua shumë e rëndësishme qarku dhe bashkia apo institucioni vendor që juve ju takon. Përshëndetje, jam Hermonela Shaphasa, vija nga Bashkia Klos. Okej. I nderuar komision, unë sot nuk flas vetëm si biznesmene dhe si investitore, por si bi Klosi, që jam kthyer me zemër dhe me vepra në vendlindjen time Klos. Kam zgjedhur të investoj në Klos, jo rastësisht. Kam parë potencialin e jashtëzakonshëm që ka kjo zonë. Natyrën, historinë, traditën dhe mbi të gjitha njerëzit e saj punëtor. Investimet e mia nuk janë thjesht projekt biznesi, por janë besim tek e ardhmja e këtij qyteti. Por zhvillimi nuk mund të ecë përpara nëse do psohet vetë struktura që mban gjallë të komunitet. Copëzimi i Bashkisë së Klosit nuk është thjesht vendim administrativ. Është një goditje për identitetin, për ekonominë dhe për mundësinë që kemi për të ndërtuar të ardhmen këtu në Klos. Si unë, ka shumë qytetarë që kanë zgjedhur të qëndrojnë, të investojnë dhe të kontribojnë. Ne kemi nevojë për një bashki të fortë, pra njerëzve që të mbështesin zhvillimin lokal dhe të japi zë komunitetit. Klosi nuk duhet të zhbëhet, por të fuqizohet, jo të humbas rëndësinë për të bërë shembull i zhvillimit në zonat rurale. Unë besoj të Klosi dhe do vazhdoj të investoj, të punoj, të luftoj që ky vend të marrë vlerën e merituar. Faleminderit. Faleminderit zonjë. Me thënë drejtën isha skeptik, nisa kohën thash me letër 3 minuta, por 1 minutë e 42 sekonda në kokë. Do doja tek zonja, e cila natyrisht që ka radhën për ta dëgjuar tani. 3 minuta tuaja nisën. Faleminderit Alketa Agolli, këshilltare. Në fakt, Eno, ju bët një pyetje shumë të rëndësishme për këtë takim, edhe pse kjo sallë nuk është shumë e vogël për të sjellë gjithë shqetësimet dhe problemet e një qarku me një shtrirje kaq të madhe. Sugjeroj që ndoshta ky format duhet ishte përfundimtari, përmbyllësi i kësaj dëgjese publike, pasi çdo bashki duhet kishte një takim të tillë për të dëgjuar nga afër në mënyrë të drejtë për drejtë shqetësimet e banorëve, për çdo bashki të qarkuton. Dëgjova prej jush për të marrë një opinion në lidhje me reformën 2014, e cila u zbatuan 2015-ën. Në fakt unë me keqardhje për tej politikës, edhe pse jam këshilltare, për tej politikës kam një rezervë shumë të madhe. Mund të them që kjo reformë nuk ka prur asnjë shans pozitiv për bashkitë minimalisht për Bashkinë Dibër. E them këtë me shumë keqardhje sepse tek e fundit për tej politikës unë jam një qytetare që në fund të ditës dua të marr shërbimin tim dhe të familjes time nga Bashkia Dibër. Qëllimi i kësaj reforme territoriale ishte zvoglimi i administratës, dhe rritja e cilësisë së shërbimeve. E për fat keq nuk ndodhi asnjëra nga këto. Sot, njësia administrative Maqellar ka po aq punonjës sa ka patur komuna Maqellar. Dhe në total, Bashkia Dibër ka disa fish më shumë punonjës se sa Bashkia e vogël, Peshkopi dhe komunat e mëparshme. E mund të them me shumë keqardhje, e dëgjova fjalën e zotit Mazniku me shumë vëmendje, e mund të them me shumë keqardhje që situatat financiare janë shumë të vështira. Aq sa bashkitë sot me të ardhurat e veta nuk paguajnë dot punonjësit. Në momentin që një bashki nuk paguan dot punonjësit e vet me të ardhurat e veta, çfarë mund të presësh për shërbime për qytetarët? Dhe qëllimi i dytë i kësaj reforme, pra e para rritja e shpenzimeve dhe rritja e numrit të punësuarve,
në bashkinë Dibër, dhe e dyta rritja e cilësisë së shërbimeve. E për fat të keq dhe kjo kaloi në kaq të kundërt, që do të thotë shumë zona periferike, sepse bashkia Dibër 80% e saj është rurale, shumë zona nuk mundon që të preknin investimin, nuk mundon që të preknin shërbimet. Pra e thon thjesht dhe qartë, për të rritur performancën e shërbimit nga qytetarëve, duhet shtim i bashkive. Duhet shtim i bashkive që që qytetarët të prekin shërbimet, qytetarët të prekin investimet, për të patur eficiencë mbi ta. Kemi kaluar 3 minuta 18 sekonda. Faleminderit zonjë, faleminderit, shumë koncize. Tani kemi një set pyetjesh se disa gjëra s'mund t'i lëm kështu në rënje të lirë. Natyrisht që disa gjëra të cilat kanë qenë kompetence qeverisjes vendore, kanë kaluar te qeveria qendrore, mund të hapin debat se mund të kenë shkaktuar, le të themi, probleme në komunitet, ose nga ana sjellta mund të kenë dhënë frute pozitive. A mund ta orientoni pak tani diskutimin kush ka nga dhe pjesëmarrësit këtu, çfarë elementësh të cilët i kanë kaluar nga qeverisja vendore, qeverisjes qendrore, mund të kenë sjell frute negative ose anasjellta pozitive. Patjetër, tani do duhet mbajmë balancën. Zonja ishte nga ju. Zotria. Riset koha, të lutem, prezantimin 3 minuta tuaja. Përshëndetje, Abdullah Diku, inxhinier Pysh nga Xibri, qendra e botës, si them unë, atje këtu në Lima dhe Morrizit. Punoj privat, pra nuk kam në interes as me qeverinë qendrore apo lokale, kam punuar nga Konispoli, vazhdoj të punoj deri në Alpe, kështu që pak a shumë njoh situatën e pushtetit vendor me të cilin kam punuar. Së pari do të them që duhet të ketë një farë klasifikimi. Komunat që janë malore duhet të jenë më të fragmentuara, më të vogla në numër. Ndryshon Divjaka me Klosin, ndryshon ku diun. Kështu që komunat malore, sepse shërbimi është më i pamundur. Duhet të them për Klosin, me qenë se jam atje, po edhe për Matin ndoshta, bashki e vogël në dukje, por që është një 3-4 herë më e madhe se Libohova apo Këlqyra. Ndërkohë që territori është i madh, kërkesa për shërbime është shumë e madhe. Kështu që jam plotësisht dakord me parafolën që numri i bashkive duhet të jetë kaq, Klosi duhet të ekzistojë, Mati të ekzistojë, Bulqiza, Dibra po ashtu. Reforma duhet tentoj të ruajë identitetin lokal. Shoqëria jonë po bëhet kozmopolite, por nëse ne nuk ruajmë traditat, zakonet, kulturat, kështu siç janë të organizuara pak a shumë në këtë formë që kemi, njerëzit do vazhdojnë të ikin, do vazhdojnë të largohen. Qeverisja e mirë është bashkosh qytetarin me shërbimin. Nëse qytetari do shkojë për një gjyq në Tiranë apo do vinë për shtëpi apo për spitalin apo për hipotekën e tjetër, do të thotë që kemi detyruar të largohet. Ju e dini fjalën e mirë, besoj larg syve, larg zemrës. Bashkitë e mëdha nuk janë afër qytetarëve. Nëse doni shkoni shihni Zallbastarin e Tiranës, Tirana ka buxhetin e gjysmës qeverisë apo gjysmës ministrive, shkoni shihni Ishmin e Durrësit, bashkia e madhe, shkoni shihni Gjinarin e Elbasanit dhe do kuptoni që bashkia e madhe nuk është zgjidhje. Është larg qytetarit, është koncentrim i fondeve në qytete dhe zonat rurale do vazhdojnë të shpopullohen. Për fatin e mirë, në Klos kam dëgjuar se janë shprehur rreth 100 kërkesa interes për të rikthyer, për të investuar në toka në kulla, gjë që tregon se po ringjallet shpresa. Dhe kjo reformë territoriale duhet ringjallë shpresën, duhet ndjell njerëzit të investojnë mbrapsht duke ofruar shërbimet. Duhet konsultoheni ju si komision me ministritë, sepse ka ca direktiva kuadër e ujit, e nitratëve, mbetjeve e tjerë që kërkojnë organizim territorial bazuar në nivel bazeni ujëmbledhës. Për shembull, Martanesh mund të kalojë me Klosin, fjala bie në këtë rast. Duhet që burimet natyrore të menaxhohen në mënyrë uniforme. Jo pyet nga bashkia dhe ujërat nga qeveria apo minjerat nga qeveria. Qarku Dibër flen mbi ar, por është qarku më i varfër në Europë. Është më i pasur në Europë me burime natyrore dhe kjo është për shkak politikave të gabuara. Faleminderit. Trenkok, bravo. Me që përmende burimet natyrore, të kapem pak tek pjesa e ujit si administrim ujësjellsi. Një moment e ka pas
nga qeverisja vendore, qeverisja qendrore. Tani, a ka dikush që mund ta marr pak në analizë këtë, me që zotëria nga ana ti bëri një arsyetim? Okej. Zotëria. Okej. Përshëndetje. Koha juaj filloi 3 minuta. Mbrëma. Po, vrejtë e pranoni ju apo jashtë 3 minutit? Unë e ke me mua? Paneli ju di. Unë kam vënë dhe kështu kravat asnjanse. Nëse po hy drejt në temë, se indirekt do ta merrni edhe mesazhin tjetër që desha më thënë drejt për drejt. Unë sot jam këtu si qytetar, jam privat, jam inxhinier, punoj në sektorin privat për 10 vitesh, por kam qenë kryetari i Bashkisë Peshkopi, Qendërqarku për 12 vite, 3 mandate. Domethënë, jam një njohës i mirë i pushtetit vendor këtu në Dibër dhe në Shqipëri. Jam trajnuar vetëm në Han, nuk kam qenë, në Evropë, në Amerikë dhe në Shqipëri me mjaft donator. Kështu që mendoj që fjala që tha dhe një zotëri këtu, ose që thanë edhe këtu në panel, vlen shumë që reformat vërtet të jenë afër qytetarëve dhe të shërbejnë qytetarëve. Mos bëjmë shumë teori, domethënë. Pushteti, kyçi i prezantimit të 2014-s, pra për reformën, ishte zonat funksionale, pra funksionimi, ndarja zonale, funksionimi zonal. Rezultoi e pas suksesshme, prandaj jemi këtu pas 10 vjetësh, nuk u shërbeu qytetarëve. Dibra ka resurse të mëdha, këtu baza e jetesës është pemtaria, është bujqësia, jam pyet dhe është së fundmi është dhe turizmi bandar. Këto janë gjëra që duhen konsideruar në reformë, pra mos merret thjesht si harta, siç e thatë ju, apo si numër mekanik. Pushteti është larguar nga qytetarët. Në kohën që unë isha në bashki, me financime të marra nga donatorët, ne kërkonim që edhe qyteti i Peshkopisë të decentralizohej, pra përveç Këshillit Bashkiak dhe administratës, të ndërtoheshin dhe u ndërtuan me financime edhe komisione qytetare në nivel lagje. Tashmë kemi shkuar që të gjithë Dibrat duhet të përqendrohet tek një bashki. Antarët e Këshillave Bashkiak, dashje pa dashje për shkak të konkurrencës dhe luftës politike dhe mënyrës si partitë politike administrojnë burimet, luftën politike etj. Janë kryesisht nga zona e qytetit apo zonat në periferi. Zonat e thella të Dibrës janë të papërfaqësuara me antarët të Këshillit Bashkiak. Pra jemi larguar nga përfaqësimi qytetar. Pikë tjetër është njësitë vendore që ishin të gjitha komuna që u bën njësi administrative, vazhdojnë, siç e tha edhe Alketa, janë me të njëjtin numër punonjësish, por pa kompetenca, pa burime financiare, janë zero, rrin kot. Mos më thonë në nivelin që krijohen mundësi për administrator apo përfaqësues të komunës, sepse një pjesë kanë lëshuar vendet, kanë dalë pensionet e tjera, nivelet e reja përfaqësuese që vijnë janë në nivel të dobët. Pra, në qoftë se ju sot, vrejta do të kishit vendosur aty kartën europiane të autonomisë vendore, që është thelbi i asaj që ne do të mbështetemi, po t'i shefshim ato 7-8 nene, 9 nene janë ato gjithsej, do ta kishim pas sa larg ne jemi me autonominë vendore. Larg qytetarëve, pa burime financiare, pse jemi të varfër ne këtu, nuk do të thotë që mos na sjell fonde shteti, sepse dhe ne kontribuojmë. Është një bashki e varfër, nuk kemi turizëm, nuk kemi bregdet, na sillni fonde të bën dhe rrugët Selisht, edhe rruga për Reç, etj. Edhe universiteti mos mbyllet. Faleminderit. Ma ke 1 minutë borxh. Okej. Po përpiqemi të japim një qasje shumë më, pra digjesës të japim një qasje pak më të plotësuese. Tani unë do doja që të mbetemi pra të kalojmë tek një shtyllë që është shumë e rëndësishme, territori edhe qeverisja. Unë e di që gjithë secili ka analizat e veta kur bëhet fjalë për territorin dhe qeverisjen dhe si do duhet ishte bërë. Por kush mendon, dhe tani dua ta dëgjojmë këtë tryezë me bashkëkryetarët, që reforma territoriale e vitit 2015 me krijimin e bashkive më të mëdha ka përmirësuar jetën ose jo? Zotëria aty.